Panajiri Work and Study është rikthyer në edicionin e 18 me pjesëmarrjen e mbi 30 universiteteve publike dhe private, si dhe kompanive private. Ai është zhvilluar në hallin e teatrit Bylis në Fier. Në këtë edicion morën pjesë gjithashtu zyra e punës në Fier dhe qendra e formimit profesional. Eventi u vizitua nga të gjitha gjimnaset publike dhe private të Fierit, Patosit, Roskovecit dhe Mallakastrës, duke u kthyer në një pikë të rëndësishme orientimi për të rinj, drejt arsimit dhe tregut të punës. Qëllimi i panajirit Work and Study është të informojë dhe orientojë të rinj drejt zgjedhjeve të duhura akademike dhe profesionale, duke i lidhur ata drejt për drejt me universitetet, institucionet e formimit profesional dhe kompanitë private, si dhe duke krijuar ura bashkëpunimi mes arsimit dhe tregut të punës. Për aktivitetin e këtij panajiri, për më shumë na ka dhënë një intervistë koordinatorja e dhomës së tregtisë dhe industrisë Tiranë, Keisara Moriseni. Siç e theksova, plani i parë i këtij panajirit, fokusi kryesor është pjesa e të gjithë maturantëve, të cilët vinë dhe në ditët e informimit të karrierës, njihen me të gjithë ofertat e studimit, me degët që ka secila kompani, secili universitet për t'u drejtuar drejt drejtimit të duhur për sa i përket vendeve vakante që ka secila kompani. Gjithashtu, një fokus i cili gjithashtu është mjaft i rëndësishëm në këtë panajir, është pjesa e rekrutimit të stafeve profesionale. Kemi gjithashtu prezent qendrën e formimit profesional, zyrën e punës, të cilët bëjnë një njoftim të gjithë punëkërkuesve të cilët janë të interesuar të integrohen në vendet vakante që kanë kompanitë prezente. Ky panajir vjen për të 18 vit radhazi. Në 6 edicione ne kemi qenë në çdo skaj të Shqipërisë dhe këtë vit për herë të parë do jemi gjithashtu edhe në Prishtinë.